në kampionatin botror, një kampionat I cili po ka zgju vëmendjen e krejt botës dhe padyshim edhe këtu të Kosovës. 14 ditë e para kanë kaluar shumë shpejt me shumë lojë të ndryshme të cilat I kemi parë dhe kemi luajtur. Gjatë krejt kësaj periudhe dy javore dhe këtu në #Gjesi kemi diskutuar shumë për kampionatin botror, por që sot do ndalemi dhe të bëjmë një rezume të dy javëve të parë të kampionatit botror bashkë me dy trajner të futbollit. Jam I nderumshëm për herë të parë në #Gjesi e kam Besart Cecelia, trajner futbollit. Faleminderit që je sot me ne. Unë kam kënaqësinë se tha edhe vetë për herë të parë, kam marrë në mëngjes, kështu që ndoshta kam qenë. Ure që s'ke pritur me uqu. Po jo, s'ka qenë problem. Okej, edhe mikun ton të dashur të televizionit të shtatë, po dhe të emisionit të #Gjesi, Fatmir Zhdrella, faleminderit që je gjithmonë I gatshëm me I shpreh opinionet e tua rreth futbollit. Mëngjesë, kënaqësia edhe imja, të jem pjesë e këtij paneli. Kënaqësi edhe për mua. Po du me nis me zotëri Besartin dhe me na tregu çu ke pa këto dy javë të kampionatit botror që janë luajtur këto ndeshje dhe e nesër na pak diskutimin kështu me këto kalimin e grupeve, kush e kaloi, kush se kaloi, po përgjithësi çu ke pa këto dy javë? Përgjithësi them prej ndryshimit, do të thotë prej kampionatit kaluam, është sigurisht që marrin pjesë 48 ekipe, 48 kombëtare, por edhe është intensiteti I rritur dhe energjia pak më tepër për shkak se janë kufizuara tek portierët, është 7 sekonda deri 8 sekonda rrojtja topit, dhe kështu që me portier nuk po luhet, plus është edhe në aute, ku qitet auti, është 5 sekonda dhe mendoj që vazhdimisht do të jetë topi në fush, dhe kështu që është pak ma energjike dhe ma intensitet I lartë I lojës. Kështu që unë mendoj që kampionat do të jetë interesant. Favorit dihen, unë mendoj prapë favorit e kampionatit kaluam, siç është Argentina, Spanja, këto që janë gjithmonë që kanë tradit, Franca, Brazili, do të thotë Argentina, këto unë mendoj që do të jenë favorit kryesor sepse eksperjenca aty e thot fjalën e fundit, do të thotë. Personalisht për ty cila është më favorite? Personalisht për mua unë shoh Francën favorit. Okej. Cila kombëtare ka dëshpëruar gjatë këtyre dy javëve? Dëshpërim total është sepse s'kemi pa shembull Turqia më ka dëshpëruar sepse Turqia është prit s'paku ta kalon grupin, por ai është dëshpërim. Kështu që për 2 humbje dhe asnjë gol, për 2 ndeshje dhe asnjë gol të shënuar, kjo është diçka që sepse ka kvalitet, ka cilësi në kombëtarën e tyre dhe është një popull 85 milion banor dhe dihet Turqia sa investimin e ka në futboll. Po. Për mua është dëshpërim. Një mësafer këtu në emisionin e sportit favorit që po bëhet për botrorin tha që ka nxon nemtë tona të Kosovës. A mendon kështu edhe ti Fatmir? Jo, mas. Jo, për mio bashkangjit atij pajtueshmërisë me Cecelin, me të vërtetë Turqia është rast për tu çudit sepse besoni ajo në ndeshjen e parë ka godit 32 herë në portë, në ndeshjen e dytë 30 herë edhe s'ka shënu gol. Është e befas për mu befasu se si jenë dënuar, kanë marrë gola vetëm nga një rast dhe në fund unë e kom si shprehje një si jamocë në futboll janë rezultatet, në fund ata kanë humbë, s'pyet kur kush sa raste I ke humbur. Po. Zhdrella gjatë krejt kësaj periude që kemi diskutuar dhe këtu në studio bashkë me ty, kombëtarët favorite, siç e tha I përmendi edhe zoti Cecelia, janë komentuar shumë, sidomos Argentina, Portugalia, me 2 aktorët kryesor të këtyre 2 kombëtarëve, Messi dhe Ronaldo. Çu ke pa ti krejt këto diskutime që janë bë? Normalisht kjo I shërben futbollit edhe dashnisë të madhe botnore që kanë për lojën e futbollit. Thoj se këta 2 janë aktorët kryesor këto 15 vitet e fundit, edhe është interesant se kjo kupë e botës ka një moshë mesatare bukur të vjetër të futbollistëve të cilët do të jetë kupa e fundit për ta, në këtë rast është edhe për Messin edhe për Ronaldon, prandaj ata janë protagonistët kryesorë në këtë kupë të botës, sepse qoftë Messi apo qoftë edhe Ronaldo nëse e fiton për herë të parë, me të vërtetë do të jetë diçka senzacionale. Edhe prandaj është një lloj kompoziteti I madh mediatik ndaj këtyre, po në këtë rast është edhe presion I madh psikologjik ndaj
këtyre dy kombëtarëve. Po, presion të madh zoti Cecilia mori edhe Ronaldo me kritikat që i pati në ndeshjen e parë hapse, madje edhe prej disa lojtarëve, bashkëlojtarëve të tij në kombëtare që tha nuk e kemi për detyrë që të pasojmë vetëm tek Ronaldo. Si e sheh krejt këtë diskutim që është bërë edhe këto kritika të mëdha që i mori Ronaldo gjatë këtyre 2 javëve? Po unë e shoh sepse tek Ronaldo ndoshta liderlikin në kampionate e ka humbë edhe në kampionatin evropian tek Portugalia, sepse Portugalia ka futbollistë të cilët mundën me qenë akter ose pretendent për ndonjë fitore, ndonjë për çfarë arsye. Unë mendoj që ky do të thotë Ronaldo nuk e ka edhe tipin që tjetë ashtu i ashpër ose po mendoj se Ronaldo me 41 vjet që i ka, mendoj që me ndeshjen e dytë do të thotë i ka bo hajër, mos them ajo kritika edhe ndaj mediave që është ndaj tij edhe krejt, por unë mendoj se pajtona për shkak se 15 vjet e fundit kanë dominu futbollin dhe unë nuk besoj që do të shkojë një kohë gjatë të jenë 2 kësi futbollist që ka pas do të thotë bota dhe ne falë Zotit kemi qenë në epokën e tyne dhe po, që ndoshta për herë të fundit po e shijojmë edhe kampionatin. Messi shënon 5 golla më duket. Po. Me 2 ndeshje, ky shënon 2 golla dhe do të thotë edhe ky është një protagonist që mundet ende me shënuar, ndoshta në ndeshjen e tretë Messi nuk do të shënon, ky do të shënon prapë. Do të jetë interesant sepse unë mendoj që Argentina dhe Portugalia do të shkojnë shkutje. Do të shkojnë lart. Sepse kanë shumë potencial, thash edhe më herët si kombëtare. Janë protagonistët kryesore, por edhe Francën e fus aty, fus Holandën, do të thotë 8 kombëtare, diku 8 kombëtare më të sigurta do të jenë këtu prap kombëtarët me traditë që rastësisht nuk deshin me zvetje, kam fjalën që ashtu. Do të jetë një kampionat interesant, se thash edhe më herët, shkaku që është gjithmonë topin në fush, sepse është do të thotë janë përkufizuar do sekondat tek portieri, se tash kanë frikë edhe me portier më kthy, se tash portieri nuk mund ta mbaj mbi 8 sekonda edhe me kam topin, kështu që rregulla e re, edhe kështu që është diçka. Po shumë rregulla të reja që po diskutohen, edhe ai kartoni i verdh për atë lojtarin që poli me kartoni kuq. Kartonit kuq që bëri shumë bujë si gjë. Por që me shokun tënd skuadrës nuk mendoj që do të jetë dënim sepse nuk i japet. Është vetëm me kundërshtarin është për shkak se nuk dihet a është fyrje raciste, sepse kur mbyll gojën nuk dihet çfarë thotë, ndoshta edhe lëvdon, po aty nuk i dihet sepse s'ka ndëgjoj se të varet ose ndëgjoj se tek referi tek FIFA dhe arbitri. UEFA punojnë shumë kampanja, sidomos kundër racizmit ndaj futbollistëve. Shumë analizojnë gjatë 4 viteve, shumë analizojnë dhe futen disa rregulla që vetëm ta bëjnë futbollin më atraktiv. Ma interesant. Po që po ka edhe kritika për këtë pjesë. Kritika pati edhe për Ronaldon gjatë intervistës së fundit në ndeshjen e fundit, ku nuk u tregua, po themi fair play në thojza në pyetjen me Messin. Pse ky rivalitet po vazhdon ende mes këtyre dyve? Sipas juve? Për mendimin ton, Messi është, do të thotë, një edhe i vetmi që në këtë planet nuk diskutohet. Por dhe kjo është i dyti të cilën duhet të respektojmë, sepse mbas Ronaldos unë mendoj që ka i treti. Këta dy janë, por Messi duhet të jamon përparësi, sepse... Po që Messi asnjëherë nuk e ka ignoru, asnjë pyetje për Ronaldon, asnjë diskutim për Ronaldon, ndërkohë që Ronaldo vazhdimisht ka shumë gjë. Pyetja provokative ka qenë. A ky kishte shënuar 2 gola. Pyetja edhe provokative pak po e tha edhe ti Zhdrella. Xhelozia është dashka pyetje, pak edhe xhelozia. Në fund të ditës po komentohet rezultati. Rezultati është që Messi ka 5 gola, ndërkaq Ronaldo 2 gola. Edhe Messi ka thyer rekordin botëror me 17 gola. Pikërisht. Por edhe Ronaldo ka thyer një rekord. Është lojtari me më shumë gola në histori Portugalisë. Domthon edhe ky e ka një rekord tash nacional. Kjo është edhe me më shumë golla se Messi, të shënuara gjatë karrierës. Mos gabofsh. Po, kështu që golshënues po. Kështu që nuk është rastishme. Me 175 gola i ka. Mos ty nuk është rastishme, po në nuancë japet gjithmonë përparësia. Gjithë trenerat e botës, gjithë futboll dashësit e japin përparësi Messit sepse Messi e Ronaldo, këta kanë plotësuar njëri tjetrin. Mos kishte qenë kjo gara ndërmjet tyre. Nuk kishte më qenë kjo interesant. Nuk këtë ambicje me shënu ka shumë gola. Po. Ndoshta ka luajtur shpesh edhe të lëndum që
mos ta Kën rivalitetin me për shkak të styre. rivalitetit. E kam pas rivalitetin shumë e vërtetë. Kjo ka, prandaj, edhe Messi pa Ronaldo, mendoj unë nuk do të ishte ky Messi. Edhe këtë epokë... Apo Ronaldo pa Messi në këtë rast. Sigurisht e kjo epokën edhe tek trit, tek futbolldarët, ka dhurusit, është fut Messi, Ronaldo trit kur luajnë futboll, cili është Messi, cili Ronaldo. Rivaliteti sepse epoka, thash edhe më herët, epoka këtyne nuk besoj që do është veç falë Zotit që na kemi qenë epokën e ty dhe me kënaqë me këta ty. Të dë jeni trajnerat të futbollit, të dë e njehni shumë mirë futbollin, taktikat që po i përdorin këto dy kombëtare, çush po i shehni. Po e shohim një Argjentinë që po luan për mesin, ndërkohë po shohim një Portugali që po luan në mënyrë individuale, le ta themi ashtu, gjatë tyre dy ndeshjeve me atë sa kemi arrit me po edhe kritikat që janë marrë nga ekspertët ndërkombëtar. Po tek Argentina unë shoh që përveç Mesit që ka agilitetin e tepruar, domethënë individualisht një meni është nishin në botë. Unë nuk mendoj që tek Argentina që luan veç për Mesin. Tek Argentina luhet pak më kujdesshëm për me shku më tepër më lart të fitojë pse jo edhe kampionatin. Po rasti tjetër tek Portugalia ka individ shumë më të mirë se po Argentina ka grupin më të mirë. Luan grupor, a Portugalia luan individualisht, sepse ka kvalitet pa shumë individual. Unë mendoj që ashtu, kështu që kjo vetë dallon. Tek Portugalia individualisht këqyrin ta qesin në pa, se cili individin do të kvalitetin e vet, a tek Argentina lut grupore, e kur lut grupore dhe gjithmonë del pa Messi. Këtë atmosferë zhdrellat ekipit portugez mendon që ka mund të ndikojë edhe humbja e shokut tyre të skuadrës Diogo Jota, se po shohim edhe nga fansat e Portugalisë, por edhe nga lojtarët në fushë që ende po bëjnë tribute për Diogo Jota. Ata dhe në listën e Portugalisë e kanë vënë një lloj emri të hiezum të Jotës, sikur edhe ai është pjesë e këtij kampionati botnor. A mund të ketë efekt, nuk e mendoj, por normalisht ata kanë pas shok skuadra dhe nuk është lehtë të harrohet një mik i tyre i cili sot mund të ishte pjesë me ta, edhe është logjike, edhe është normale. Në këtë rast është edhe humane që t'jenë disi ta marrë kështu në kontekstin e shoqërisë, ndoshta dikush edhe më i mërzitur sa herë përkujtohet ai. Po përgjithësi ajo tash i takon së kaluar. Kështu jam me ndjenja dhe shpresoj që emocionalisht, sepse është herët ka ndodhur ngjarja herët edhe është natyrshme me pas atë ndjenjen e shokut. E dhembjes për shokun. E dhembjes për shokun, sepse lemo çfarë dhembje ka qenë, a din aksidenti i rëndë dhe aksidenti i rëndë sepse dy vëllezërit janë dy vëllezër që kanë pas qenë pjesë e ekipit kombëtares. E besoni ajo në atë botë, në atë kohë, ishte një shumë një pompozitet mos pjesëmarrja e Ronaldos në varrim, por s'po du me bo një krahasim, por mund t'jetë dhe i dikun. Fatkeqësisht kur ndroj edhe jetë vllai i këngëtarit Gjesti në Kosovë, më shumë meri djetë u merrnin se kush po merr pjesë në varrim se sa me ceremoninë. Pikërisht Ronaldo s'ka shku në varrim, që njerëzit më umirë me varrim e mos më umirë paparacit me Ronaldo. Sigurisht, ishtë këthyve mendjeve shte Ronaldo. Ka një lloj humanizmi, bajagi nga ona Ronaldos dhe një mendoj që ka vepruar mençur, sepse nga njerë dëshira e madhe dikujt për të dalë në pa, po në një vend jo adekuat, nuk është e mirë, sepse ajo është ceremoni varrimi. Taktikisht që gjukan këto kombëtare, këto mënyra si që po e luajnë lojën e tyre deri më tani sa kemi parë në këto ndeshje? Argentina, me vetë fakti që e fitoi Kupën e Botës, thojse me 90% këtij grupit në 2022-ën, e ka kalu një lloj ngarkese psikologjike. Tash po luan ma lirë sepse e kanë marrë një kupë. Ndoshta kjo po reflekton shumë mirë tek ta, se thjesht janë edhe me një marsh më shumë se të tjerat. Portugalia ka këtë lloj presioni psikologjik, ashtu siç e tha edhe Cicelia, unë besoj shumë te Portugalia. Pse besoj? Se pjesa bazike thojse e ekipës janë futbollistat Paris Saint-Germainit, të një kampioni evropian sot. Dhe ka një lloj përvoje të hatashme. Po, dhe ndërtuar janë shumë mirë. Janë të ndërtuar mirë. Kvalitet individualisht janë të ndërtuar mirë. Ka shumë kvalitet, sidomos Messi i fushës.
Edhe ajo është vërejt, sidomos në lojën e dytë. Në përgjithësi, në kupat e botës dhe kampionate evropiane, ndeshjet e para shumë ekipet moja kanë këto lloj problemesh, a pasaj ato fillojnë duke u rregullu. Dhe mendoj që Portugalia shpejt i mori mosat dhe e kaloi ndeshjen e dytë pa as më të voglin problem. Dhe besoj që do ta kaloj edhe grupin, por a do ta kaloj grupin nga vendi i parë, betet shihet se është vendin e dytë dhe do ndeshet pikërisht me vendin e parë me Kolumbin, që i ka 6 pikë. Dhe Portugalisë me do e mos i duhet ta mposht që mos të takohet qysh në raundin e parë me skuadrat që përfundojnë në vendet e para në ato grupe. Që edhe Kolumbia është me kualitet të lartë në këto. Brëm, luajti edhe Brazili, në tregove që edhe ke përcjell para se me nis bisedën, çush është Brazili me lojën e tij, edhe pak minuta me sa duket edhe për Neymarin. Interesant. Ndoshta në fillim edhe unë s'kam qenë shumë optimist e Brazili, por këto kupat botës janë kupa ku shumicën e ndeshjeve i fitojnë trajnerët. E Brazili e ka një super menaxher në skuadër, siç është Ancelotti. Ndonë se Skotlanda më shumë e dënoi veten dje, bëri 2 gabime në mbrojtje, të cilat Vinicius i shfrytëzoi për mrekulli dhe shpejt arritën në 2 gola përsi, pastaj u bë 3-0, por Brazili u po që është duke u komponu jashtëzakonisht mirë. Vinicius mu duke ishte ai Vinicius i vitive 2022-2023, sepse edhe ato e ka handikepu Mbappéja në Real Madrid. Dhe ai dje ishte pikërisht vetja. Janë limitu faza e sulmit tina është limituar tek Mbappé. Në Brazil ishte pikërisht ajo që Vinicius ishte ai kryesori dhe u tregua shumë i mirë. Ajo që më bën përshtypje përmend atë rosti i menaxherit. Ndonse Neymar ka qenë shumë kohë i lënduar. Dhe që t'jemi korrekt, nëse flasëm veç në aspektin profesional, ai nuk e ka meritu që t'jetë pjesë e kombëtarës. Po, që është diskutuar shumë. Por fama jashtëzakonisht e madhe që ai e ka në Brazil. Dhe sponsorët e mëdhaj që i ka Brazili kombëtarja e Neymari e kanë shty disi që ta marrin në kombëtare ju desh apo s'ju desh. Dhe këtu mendoj që me të vërtetë Ancelotti është kur është hyrë në fush në minutën 79. Pa i kitë stadioni u ngrit në këmbë për të. Domthon pse jap shumë përparësi Brazilit në këtë rast? Sepse Neymari është një lloj ndihmës trajneri Ancelottit aty. Do t'jetë për ta mbrojtur ekipin e parafort. Dhe kjo ka një farë logjike nga ana e stafit të Brazilit, dhe edhe ka vepruar mençur, sepse është ditë që Neymar nuk do të ketë minuta për Brazilin. Vetëm në kësi lloj rastesh kur është 3-0. Po, është kritiku ka gjashot Brazili me përfshirjen në Neymarit në ekip, që është prej publikimit të listës së futbollistëve, pasi që la jashtë skuadrës disa prej sulmuesve në top form të Brazilit, siç është Joao Pedro nga Chelsea. Ç'e komenton ti? Po në komentoj e lidhi pak edhe se s'ka shumë e tha. Po logjikisht me këshyr Neymar është një futbollist i cili i duhet ose lujti ose s'lujti psikologjikisht i duhet një kombëtarës. Tjetë aty, sepse kanë ditë, sepse Ancelotti është një trajner i cili ka eksperiencë shumë të madhe në këto gjëra dhe mendoj që kjo është dora Ancelottit më shumë, nuk është dora braziliane, është dora Ancelottit më shumë, që unë nuk do ta do ta mbaj nga vetet që t'japet një stimulim futbollistëve, sepse Neymari s'polun është këtu, nuk polun, edhe na hadet tregojnë atë. Është një lloj psikologjike, sepse ka ndodhur rastin tonë kur kemi luajtur futboll, e kemi pa ndoshta një futbollist më të mirë, ekipës që ka orë na kanë ndihmuar, s'ka mujt me luajë ndoshta për lëndim anë, po na kanë ndihmuar prania aty është shumë e rëndësishme. Sepse kjo është e prania, se anën psikologjike dhe mentale tek futbollistët unë mendoj që e ngrit shumë lart. Po, u kritikua shumë edhe Thomas Tuchel, trajneri i kombëtarës angleze që la shumë yje jashtë skuadrës. Ç'e ke pa edhe ti këtë tash futbollin modern global nuk po luhet më me yje. Po luhet me taktikën e cilët trajnerët i flajnë. Po, taktika dhe ajo gjithmonë ajo ideja, filozofia e trajnerit, edhe unë mendoj që ai me Anglinë do të thotë se edhe Anglia është duke tregu performancë jashtëzakonisht mirë
Unë mendoj që edhe Anglia nuk i mungojnë ndonjë lojtar të cilët nuk i ka ftu. Unë mendoj me këtë potencial, sepse tash është thik me dy teja, nëse nuk vjen Fatmiri kom Donin, do të thotë Doni pikryn detyra të mirë, çka do të thotë tjetër? Fatmiri ndoshta është futbollist më i mirë se Doni, po Doni pikryn detyrën mirë dhe nuk më me anashkalu Donin. Kjo është tek trenerët, sepse trenerët e përkufizojnë atë momentin e tyre, filozofinë e tyre, ata lojtarë që do të thotë ja kryejnë detyrën ashtu si duhet, pse jo? Anglia, se personalisht e shoh favoritin kryesor për ta fituar Kupën e Botës, kam një lloj bindje dhe dëshire. Pse? 2020-2024, anglezët ishin në finale të kampionateve evropiane dhe pikërisht aty mungonte pak dora e trajnerit. Çka bën anglezët? E morën një gjerman, një mentalitet gjerman që ta fut në kombëtarën e Anglisë. Dhe ky thjesht i muri disa lojtarë që me të vërtet i hynë në punë, sepse Anglia ndoshta pa trajner ish dej që rek finale shkon vetë. Bili ndoshta dej gjysmë më finale, se ka një top squadër. Por mendoj që përforcimi i tyre në shtab tek trajneri minimumi do të jetë në katërshën e botës, e atëherë vinë pa trajnerët e sidomos ky mentaliteti gjerman, ku gjermanët e pamë edhe me bregun e Fildisht. 94 minutë fitojnë, ata nuk dorëzohen kur, pikërisht kjo ju ka mungu anglezëve. Edhe mendoj që kam vepruar me anqur. Po që laja, po kritikohet që po mungojnë golat, laja është Cole Palmer e Phil Foden, dy prej sulmuesve më në formë në Ligën Angleze. Po është Harry Kane aty edhe, po tash nëse folëm në aspektin e vetëm profesional kësaj stinorit, a dini ku ka përfundu Chelsea, në gjysmën e poshtë me tabelës. Po edhe ajo ka një arsye sepse nuk kanë qenë gjysmë sezonën kënena të fundit bashkë kur duhet për kampionatin botëror me qenë në performanca më të mirë, ata kanë dështuar si futbollist. Edhe ka dështuar gjithmonë ekipa, se vetëm një futbollist nuk duhet. Po jo rastisht edhe João Pedro s'është kombëtar i Brazilit, domosdoshmë Chelsea dështoi fatalisht në çdo aspekt. Edhe këtë këshyrin e shikojnë këtë statistikën edhe analizat, bojnë analizat. Pa asa Alexander Arnold s'është. Pse s'është? Po si ko 5 ndeshje si ka luajtur për Realin. Sigurisht, edhe kjo është një arsye. Kupa e Botës nuk është fonton dëshirash me plotësu egot apo dëshirat e futbollistëve që të jenë pjesëmarrës. Është për me kry punë. Atje shkojnë futbollistët më në formë për momentin. Qëra dëshira e thellë më herët është gjithmonë tek në ngrej nga Anglia ta fitoj s'po Kupën e Botës. Ta fitoj s'po. Po unë mendoj që tek anglezët gjithmonë mungon ky finalizimi i fundit, të cilën shumë me vend, shumë me dëshire kanë, por nuk mundën gjithmonë dështojnë momentet më duhena, kështu që thashë më herë ndoshta Gjerman, ndoshta mentaliteti Gjerman, trajneri Gjerman, ndoshta e thënë këtë tabu, sepse ka fitu kupën dhe ai ka fitu Champions League ai. Ka fitu Champions League, është një trajner. E ka fitu tabun me tek Gjermania, çu keni pa kombëtarën gjermane në këto 2 javë të para, se edhe Gjermania është një prej skuadrave që ka gjatë kualitet në ekip. Nëse më lejohet, sepse e përmend edhe Cecilia këto rregullat e reja. Dhe pikërisht Nagelsmann ishte ankuar tek minuta 22 edhe 68, kur pushohet nga 2 minuta. Hydration break, po. Praktikisht futbolli po bëhet si me 4 pjesë. Në kohën e kaluar, gjermanët këtë ndeshjet i kanë fitu mas minutës 75, kur kundërshtarët jenë lodhë. Tash, çka do të thotë kjo? Kjo do të thotë që në 68 dhe 70 minutë, kur pushojnë skuadrat, po rifreskuan edhe para po e vazhdojnë nga aty ku e kanë lënë, edhe pikërisht bregu i Fildisht bëri një lojë shumë mirë ato 20 minutat e fundit, edhe gjermanët nuk po gjenin zgjidhje se si tim poshtin. Fati tyre deshe, fati shkon me ata që punojnë, dhe ata pikërisht aty punojnë që në atë lloj mentaliteti ta fitojnë ndeshjen në minutën e fundit. Por më bëri përshtypje kjo ankesa e Nagelsmann që kjo pauzë i dëmton skuadrat që kanë shumë forcë. Këtë rast edhe gjermanat. Edhe mendoj që pikërisht nuk do të jetë ajo Gjermania e viteve të kaluara, e ky lloj 2 minutësh do ta handicapoj. Po Cecilia, Gjermania si po duket?
Gjermania, si Gjermanat gjithmonë janë kombëtare cila kanë respektin e madh që shkojnë gjithmonë nalt. E thamë edhe më herët, kanë mentalitetin të jashtëzakonshëm. Te ata detajet ndoshta pak harmonia në grupe nuk është adekuat ndoshta për ta fituar, por Gjermanat si Gjermanat dhe mentalitet, do thotë disiplinën e lartë e kanë, mendoj që edhe Gjermanat do të jenë aty nalt, por tash na po thojmë për disa skuadra, po tash këtë varet nëse nuk ndeshen njëna me tjetrën, sepse gjithmonë do të ndeshen me zveti. Po, sigurisht. Gjithmonë njëna me tjetrën duhet mundesh. Dhe këty në qa përmenëm, atëre dikush fiton, thuhet, por Gjermanët, mendoj se edhe Gjermanët është një rast interesant. Në 8 skuadrat më të mira edhe Gjermanët të shkojnë, sepse kanë potenciali. Nëse shkon Argentina vend por dhe Portugalia vend por, qerek finale ju bjen mundesh 2 javë. Këtë në 2 javë, edhe Gjermanët me Argentinën shpesh ndeshen. Pas kemi spektaklet. Do të ketë shumë finale para finaleve. Do të kemi shumë finale para finaleve. Do të kemi se është 28 ekipe dhe s'ka mundësi pa u ndesh njëna me tjetër. Një kombëtare të forta kështu. Një kombëtare që po spikat shumë me lojën, po edhe me lojtarët individual brenda ekipit është edhe Franca, që ka një super skuadër, super kualitet të skuadër, e që është prit me një farë forme me hipotezat të ndryshme që do të luajnë se cili individualisht, por që po e shojmë një Francë më kompakte, më të bashkuar, që po i bëjnë një loj ekipore. Shëke pa Francën, unë e shoh Francën, unë e kom si një favorit, shoh sepse ka një me të vërtet një potencial, e sidomos tek sulmi, tek mbrojtja është të hekurt. Por Franca e ka shumë dëshirën e madhe prej 98-ës që nuk e ka marrë kampionatin botror. Unë mendoj që është edhe pas finales kaluar. Shumë e uritur për suksesin. Franca 2018-ën ishte kampion botror. 2018-ën, po, shoh do të thotë dikon 2018-ën dhe 98-ën fal, 2 herë fal. Kështu që unë e shoh Francën shumë të uritën, shumë Mbappén, shumë protagonist, shumë me qef të luajë, shumë. Që pritet ja the edhe Messi rekordin për jo vetëm Mbappén, shoh Dembelen, do të ka Olise, Dembelen, Mbappén, do të shoh entuziazmin e tyre në sulm, çfarë ndërtimit lojës, sa shpejt luhet. Kështu që unë mendoj që Franca do të jetë me ndoshta me pak edhe fat, do të jetë në finale, po me pak edhe fat, ndoshta edhe me marr, pse jo kampionatin. Por unë me dëshirë, kom dëshirë, e tha me marrët anglezët me triumfu, sepse anglezët janë Portugalia e kom me dëshirë. Anglezët janë anglezë dhe atë ndaj popullit tonë kanë dhënë shumë, kështu që na mos tina politik, po me një politik të bubona me Amerikë. Jo, po sigurisht se anglezët kanë shumë merita për popullin tonë, sepse jetojnë edhe gurbetçarët tonë dhe tregojnë çfarë respekti kanë për vendin tonë. Kështu që anglezët edhe kemi shumë që dojnë Anglinë, do të kush prej shkafeve thonë anglezët kemi dëshirë me marrë kampionatin, po kështu tash me dëshirë nuk po bëhet, kështu do të shumë pup, do të shumë edhe ana mentaliteti do të shumë mentale është ana shumë e rëndësishme. E vërtet. Sepse edhe ekipet e mëdha mentalisht mundën me ra, ndikim me presione. Shtrilla, ti si e gjykon Francën sepse kemi pa një Francë që ka patur disa ndryshime në ekipin e tij prej kampionatit evropian, po ashtu edhe prej kampionatit botror. Edhe disa lohatje brenda skuadrës. Kemi Benzeman që nuk është ftu sërish nga kombëtarja. S'është ftu, por edhe ky debati me N'Golo Kanté dhe Benzema me Mbappé, por siç duket ato krejtje lon harres dhe Franca rrugtimin e nisi mirë dhe po vazhdon mirë. Shihet që ka harmoni. Kanë gjetë harmoni. Tek Franca që ka mungu pak harmonia, se çdo kampionat ata pak e kanë thyer. Ata kanë probleme disa. 2002 kanë pas shumë probleme dhe qysh më vërtet. Me kohën e Lizarazu se me atë kohë. Ato tani kanë shpërthy më vonë ato probleme. Por Deschamps është një ndër protagonistë kryesor, është menaxher i mirë, edhe aty është arsyeja kryesore mendoj. Po kjo çore na e përmendëm që kombëtarët kanë angazhuar trajner të huaj, sepse nuk kanë gjetur ndoshta trajner vendor me potencial të madh. Deschamps është kampion botëror si futbollist, kampion evropian si futbollist, kampion me Juventusin disa herë. Tani është kampion botëror vetë si trajner, domthonë
çka i kërkohet një personi i ka Didier Deschamps. Dhe jo rastisht tashaj prandaj din ta menaxhoj skuadrën. Ishte kampion botëror 2018-ën, 2022-ën në finale. Unë mendoj që përjetimet që i ka bua ai si futbollist nuk e ka problem. Nuk e ka problem me menaxhu tash. Kjo është me rëndësi. A mendoni që ndoshta edhe shumica e skuadrës që është e Parisit, në këtë rast në Francë, Dembélé, Désiré Doué, plot protagonistë të tjerë e ndihmojnë lojën e Francës? A di pse po? Për shembull edhe Portugalia është duke e përdorur gati të njëjtën strategji. Po. Sepse Parisi kanë qenë top 3-14 futbollista këtë stinor. Dhe normalisht që ata janë në harmoni. Jo rastisht, po e bëj një krahasim edhe me Spanjën, se disi po e harrojmë Spanjën. 8 futbollista i ka të Barcelonës. Më lehtë i ka ardhur trajnerit të merr futbollistat e komponuar në skuadër. Sepse në një kohë, ndoshta po bëj krahasim kështu, jo të kohës, në një kohë kur Anglia kishte top yjet botnore, Lampard, Gerrard, në për skuadrat e veta, ata në Angli nuk u komponojshin. Në Angli kishin probleme, mu lidh me zveti. E disi, trajnerët e kanë ndryshuar një lloj strategjie. Po i marrin futbollistat ku luajnë bashk, sepse janë më të lidhur me zveti. Ka një lloj logjike kjo. Po sigurisht, kjo është logjik shumë normale. Po shtojmë një lojë shumë të mirë të Joao Neves me Vitinhan dhe me Nuno Mendes që janë pjesë e skuadrës së Parisit në Evropë. Kështu që po ndikon edhe kjo. Sonte kanë me u lujt edhe 2 ndeshje të tjera, është Bregu i Fildesht me Curaçao, si dhe Ekuadori me Gjermaninë. Kë e shihni si favorite? Po këto unë shoh favorite sigurisht Bregun e Fildesht, sepse ajo Curaçao është një skuadër që është si outsidere, ka ardhur e panjohshme, kështu që me të thënë drejtën më mirë të kishte me qenë Kosova se ajo. Kështu që fati është i tillë futboll. Edhe unë mendoj që favorit kryesor është Bregu i Fildesht, duke po ndeshjen e kaluar me Gjermaninë. Ka kualitetin shumë, as diskutohet kjo, po unë mendoj edhe Gjermania do të kalon Ekuadorin sepse Curaçao ka arrit ato që ka desh. Po sigurisht. Është kualifikuar kubot, e ka shënuar një gol. 3 ndeshje, të shënojnë 3 ndeshje, po e mbyllin. Kurse Bregu i Fildesht me fitore bën 6 pikë, po ashtu edhe Gjermania në rast se e mposht Ekuadorin praktikisht. Ekuadori dhe Curaçao eliminohen. Domthon ky do të jetë grup me 2 skuadra të kualifikuar. Të eliminuar këtë rast. Sepse Ekuadori ose kanë ka 0 pikë do të thotë. Ekuadorin vetëm fitoria ndaj Gjermanisë i jep mundësi. I jep mundësi, do të thotë që kualifikon. Ndërkohë një grup shumë interesant është grupi F në kampionatin botror, që edhe ky grup do të ketë 2 ndeshje sot, që është Holanda me Tunizin, si dhe Japonia me Suedin, që ndeshen së bashku, dhe njëra ose tjetra pritet që të kualifikohen direkt nga kjo ndeshje. Qysh e shefnin Japoni-Suedi? Holanda praktikisht është e kualifikuar, pavarësisht që i ka 4 pikë, edhe ndeshjet edhe nga vendi i parë nga i dytë pritet të kualifikohet. Ose edhe do të ndeshjet pikërisht me skuadrën që thuaj se ishte shumë e dobët Tunisia. Ishte out. Këto është favorit edhe Holanda. Sikur Bregu i Fildesht që morëm, sepse shumë po tregon Tunisia po tregon për një performancë shumë dobët. Por shumë keq. Mendoj se nuk është kurse Japonia dhe Suedia na befasun për të mirë, pastaj për të keq. Fitun 5-1, humbën 5-1. Por në ndeshjen me Japoninë ju duhet me do e mos fitoria. Për të shkoj tutje. Për të kaluar tutje. Japonez dhe me barazim, kur e shikojmë në një rafsh tjetër, Japonez po luajnë menqër. Po luajnë menqër. Që gjithmonë kontore japoneze ka ditë të shkoj lartë. Po ka një ngritje. Sepse disa futbollist tyre kanë filluar të vinë edhe në Evropë, edhe duket që ky lloj mentaliteti top skuadrave evropiane po përcjellet edhe te kombëtarët tjera. Po mes këtyre 2 kombëtarëve kë e shihni si favorite të kësaj ndeshje, Suedin apo Japoninë? Unë Japoninë. Nuk e shoh Suedin shumë stabile. Tunizin e ka gjetë në një moment shumë të keq, edhe i shënoi 5 gola. Prandaj nuk e shoh që se ata kanë disi probleme, analizon e kanë ndruar trajnerin në mes të kampionatit, që ka ndodhur për herë të parë.
Fëmi histori, s'ka logjik kjo. s'ka logjik. Me orë një trajner tjetër në ndeshjen e radhës, sa ato as stërvitje së në bënë, mas 3-4 ditëve e ki s'ka logjik. Dora trenerit nuk mundet më në stërvitje, 2 stërvitje, Stërvitja, pak mundet me ndryshu anën e motivit, po nuk është ajo kur gjë. Sepse motivi që është i rom në 0. Kur ndrohet në gjatë kampionatit nuk kom dëgju. S'ka, është rasti i parë. Suedes e shfrytzuan për t'i marrë 3 pikë. Kurse tash jenë përballje kryesore me Japonesë. Se unë nuk besoj që edhe Suedes kanë, duke po fazën e tyre gjatë eliminatorëve është ka qenë një kombëtare jo bashkë stabile, kështu që ka me pas problem me Japonia është top form për momentin. Top form. Që do t'jetë një lojë interesant ta shohim çfarë do ndodh. Një finale para finales, kështu dy kombëtare për grupin e tyre. Unë ju falenderoj shumë që ishit edhe sot bashkë me mua, po besoj që edhe gjatë krejt tyre javëve të mbetura kemi pas rastin me u taku sërish, me diskutu ndeshje dhe gjenat e tilla. Faleminderit shumë për mua, ishte shumë kënaqësi. Faleminderit.